Çdo fshat ka historinë e tij, njerëzit e tij dhe vlerat që e bëjnë të veçantë. Në zemër të komunës së Suarekës shtrihet Studençani, një fshat që ndër vite ka ruajtur traditën, punën dhe frymën e bashkëpunimit mes banorëve. Sot Studençani është një vend ku ndërthuret historia dhe zhvillimi. Infrastrukturë më e mirë, investimet vazhdueshme dhe angazhimi i banorëve kanë bërë që fshati të ecë përpara, duke ruajtur njëkohësisht identitetin e tij. Për Hisari Online, sot do të ndalemi tek Studençani dhe të sjellim nga afër historinë, zhvillimin, bukuritë dhe potencialin e këtij fshati. Në një intervistë për ne do të rrëfehet kryetari i fshatit Gent Gashi. Studençanin e sotëm do ta përshkruaja si një fshat shumë i bukur, një fshat që shpeshini e vet, domethënë dominon pastërtia, një fshat ku kemi ngjallëri, kemi rini ende, edhe pse po vazhdon numri i të rive mos me qëndruar në fshat, po fshati jon prap qëndron mirë, kemi disa organizime të mira të cilat bëhen çdo vit në fshatin tonë, kështu që jemi të kënaqur me rinin edhe në fshatin tonë. Fshati Studençan, sipas statistikave të Agjencisë së Kosovës, kemi diku në rezident 2860 banor, ndërsa banor jo rezident e kalojmë numrin diku 5500 e 6000 banor. Do thonë diku 60% e banorëve i kemi në perëndim dhe 40% këtu jetojmë në fshatin tonë Studençan. Në vitet e fundit në Studençan janë realizuar shumë projekte, duke filluar nga kemi bërë diku 3 ura që e lidhim fshatin tonë me një pjesë tjetër me fshatra të tjerë. Kemi bërë rrugë lokale të cilat po ashtu i kemi lidh fshatin tonë me fshatin Leshan, fshatin Tërnje, po ashtu këtë me fshatin me Suarek ku dalim edhe me fshatin Rështan. Projekte tjera madhore kemi ambulantën e re, kemi 2 në stacione që i kemi hap tash frikë. Kemi bërë projekte palestrën sportive për shkollën edhe për të rinjtë e fshatit, kemi bërë ambulantën e re, qerdhen e re, sheshin si shpeshini këtu, domethënë ka shumë projekte edhe disa rrugë lokale të cilat domethënë janë sot mbi 80% të përfunduara. Nevojat më urgjente nga banorët është për momentin diku te mirëmbajtja, edhe pse po mundohemi gjithmonë me mirëmbajtjen me tyrat tona vetanake, po kisha thonë që me bëni zgjidhje në të ardhmen mirëmbajtja e fshatit. Kërkojmë punëtorë, domethënë 2-3 punëtorë, të cilat i kishim bërë mirëmbajtjen e gjitha rrugëve, varrezave. Kemi edhe një projekt i cilin duhet me realizu sa më shpejt, kemi varrezat e reja diku një 2 kilometra atje lart. Është një ndër projektet që kërkon sa më shpejt me urgjencë mos zgjidh. Edhe kemi fushën e sportive në pjesë që e ka investuar Ministria e Kulturës lart, edhe ajo ka mbetur si gjys dhe nuk po përfundon ende. Këto janë disa projekte që kanë nevojë për fshatin tonë. Po siç e ceka edhe më herët, gjendja e infrastrukturës qëndron mirë në fshat. Diku thash që mbi 80% është i përfunduar me projekte fshati, kështu që jemi duke punu, jemi të vazhdu, ta shohim vitet me vazhdim se ku do të arrijmë. Çdo vit kemi kërkesa të shumta, çdo vit kemi investime në sjellës, kanalizim. Tash shumë kemi marrë një premtim që do të bëhet një bazen i ri në fshatin tonë. Ndërsa sa i përket kanalizimit, kemi edhe të losha me kanalizimin e se ka nisur vjetru në disa pjesë, në disa rrugë, po kështu që për momentin jemi mirë, jemi të kënaqur edhe më zgabofsha hidroregjoni, po hidroregjoni e ka mbikëqyrjen, kështu që deri tash është duke shku për mrekulli. Banorët e fshatit Studençan merren me të gjitha lamit. Kemi nga profesor, doktor, kemi shpeshimja vetë restorante, kafeteri, merren me sport, merren me zejtari, me të gjitha profesionet mundesh me gjetë të fshatit Studençan. Sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, muj me thënë që kemi stagnu pak, jemi mirë, po me krahasu me vitet e kaluar, sektori i bujqësisë dhe blegtorisë ka qenë bukur i madh, bukur ka qenë Kogja ka pas njerëz që marrë me blegtorie, me bujqësi. Ndërsa tash është pak më i vogël, por prap domethënë ka njerëz që merren me punimin e toka, me levrimin e tjera. Nga trit ka me thënë ka interesim edhe ka dhe s'ka, siç e kanë fillim në hyrje, 3
kur ta bëjmë një organizim për fshat, është shumë interesant, diku mlidh me 14, 20, 30 të ri. Po ndërsa kështu si shpeshini vetë është ftofshëm edhe nuk ka njerëz, nuk ka investime që me thonë nga trit. Unë sa peshoj jo, unë vetë si i ri kam marrë përgjegjësi, jam kryetari i fshatit. Si i ri domethënë kam marrë përgjegjësi, po jo nuk sa duhet nuk ka investime nga trit. Një ndër aktivitetet që ka bë buj edhe ka marrë jehon, jo vetëm fshatin tonë, po në gjithë Kosovën, është turniri tradicional që organizohet në emër të 7 dëshmorëve. Është një turnir i cili ka thyr para masat. Kemi pas diku mbi 3000 shikues në finale. Diku ka zgjat një muaj ditë, është bërë një fest tradicionale çdo vit e cila po mbahet në fshatin Studençan. Kemi ditën e dëshmorëve, lapidarit, domethënë ku e shtim, kemi program artistik ku i kujtojmë dëshmorët tanë. Tjetër diçka nuk kemi ndonjë ditë që festojmë. Deri sot nga 1 deri në 10, më me thonë 10. Shumë mirë, jemi të kënaqur, e falenderoj kryetarin Balien, na ka qëndruar mbrapa. Diku që 2 mandate e gjys, është çdo projekt që e kemi kërku, i ceka edhe më herët, çdo projekt që e kemi kërku nga komuna na është realizuar. Ndoshta jo më një herë, domethënë çat vit, po vitën e vazhdim çdo projekt fshatin ton është realizuar me përpikmëri. Siç e qeka, një ndër projektet që banorët e presin, gjithë banorët e presim, është fusha e futbollit atje lart, edhe është varrezat e reja domethënë janë 2 projekte që i kemi kushtuar shumë rëndësi. Nuk po ka infrastruktura, se gjithmonë në infrastrukturë ka kërkesa të ndryshme, kështu që këto 2 projektet janë më në fshatin tonë të cilat na kërkojmë sa më shpejt zgjidhje. Vendin që e karakterizojnë Studençani shpeshini dhe vetë është lapidari. E kemi xhamien e fshatit, e kemi zyrën e vendit, ose zyre komunale si me quajt, kemi ambulantën, kemi shkollën, kemi qerdhen, domethënë janë do vende karakteristike, po ashtu mos harrojmë kemi edhe një pushim ditor për të moshuarit, ku aty qëndrojnë pensionistat, edhe është i formuar klubi i shahut, aty funksionon dhe deri sot është shumë i mirë, mujna me shkuar me vizitu me pa. Kështu që unë kisha thënë çdo pika janë që e karakterizojnë fshat. Po mos ta harrojmë fushën e futbollit këtu që është afër, edhe kjo e karakterizon fshatin shumë. Studençani pas vite, po nëse vazhdon kështu me këtë trend, nëse vazhdon me këto punime, me këto projekte, unë mendoj që nuk ka me pas më ndonjë kërkesë të veçantë për fshat. Vetëm siç e theka mirëmbajtja, na mungon mirëmbajtja. Po mundohemi me forcat tona, kështu që si ta zgjidhim atë çështjen e mirëmbajtjes, atëherë jemi 10-10. Për banorët e fshatit Studençan, ka mesazhin, i kisha falenderuar pikë së pari, të cilët më qëndrojnë më mbrapa pas çdo projekti, çdo iniciative që e marr. Unë jam shumë i kënaqur me banorët e mi, sepse nuk më lojnë kurrë vetë. Marr iniciativë për pastrim, i kam mbrapa. Marr iniciativë për turnire ndryshme, i kam mbrapa. Kështu që unë jam shumë i kënaqur. Dhe banorët e fshatit Studençan din me vlerësu rinin, din me vlerësu njerëzit e mirë, dhe janë shumë punëtora. Kështu që përmirëgimtarët, po ashtu përmirëgimtarët, edhe ata më përkrajnë shumë, më mbështesin shumë. Kisha thënë aty mos ta harrojnë fshatin, të investojnë, të vinë këtu, të investojnë ala më shumë për fshatin tonë, ta bëjmë një ndër fshatit më të mirë në komune dhe shumë shpejt pse jo edhe komune vete. Ky është mesazhi im.